Rritja e pagës minimale ka bërë që shteti t'i dedikojë më shumë para pagesave të papunësisë duke filluar nga viti 2026. Pagesa e papunësisë, ose thënë ndryshe mbështetja financiare për të gjithë të papunët që mbesin të tillë për shkak të shkurtimit të vendit të punës, ndërprerjes së kontratës, falimentimit të ndërmarrjes e të tjera, do të marrë nga buxheti i shtetit rreth 1 miliard lekë vitin e ardhshëm nga 800 milion lekë që u parashikua për 2025. Shpenzimet për pagesën e papunësisë parashikohen në 1 miliard lekë, ndërsa për periudhën nëntmujore të vitit 2025 janë realizuar në masën 5,6 milion lekë, duke rezultuar 89,9% e planit të periudhës, kundrejt të njëjtës periudhë të vitit 2024, shpenzimet për këtë zë rezultojnë me një rënje në masën 21,4% thuhet në relacionin e projekt buxhetit për 2026. Konkretisht, një person që do të mbetet i papunë në 2026 do të përfitojë një pagesë papunësie në vlerën më të lartë se në vitin aktual, ndërsa çdo qytetar i kategorizuar përfiton si pagesë rreth 50% të vlerës së pagës minimale, me rritjen e këtij treguesi në 2026 në 500 euro. Një qytetar i papunë do të marrë 250 euro si mbështetje nga 200 euro në 2024. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, niveli i papunësisë ka rënë ndër vite. Në tremërorin e dytë të 2025-s, ky tregues arriti në 8,5% me një përqindje më të lartë tek gratë dhe pak më e ulët te burrat, ndërsa në të njëjtin trend vijon edhe tek të rinjt 15 deri në 29 vjeç.